Mbledhja ardhshme me rastin e 65 vjetorit të konferencës së parë televizive së painkuadruarve, e cila do të mbahet në Beograd vetëm një javë para seancës së Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, mbart një mesazh të fortë politik që ndikon drejt për drejt në luftën e Serbisë për të ruajtur sovranitetin dhe integritetin territorial. Vlerësoi për Kosova online gazetari Željko Šajn. Sot kemi 121 antar të përhershëm të painkuadruarve dhe këto janë kryesisht vendet në Afrikë, Azi dhe Amerikën Latine, vota të cilëve në Asamblenë e Përgjithshme është po aq e vlefshme se sa vota Amerikës, Britanisë ose Francës. Më shumë se 80 vende të painkuadruara nuk e kanë njohur Kosovën si republikë të pavarur, por respektojnë integritetin territorial dhe sovranitetin e Serbisë, theksoi Šajn. Parimet e integritetit territorial dhe sovranitetit të shteteve, mos ndërhyrja në punët e brendshme dhe respektimi së drejtës ndërkombëtare do të jenë në fokus të samitit televizjes së painkuadruarve me 31 gusht dhe 1 shtator në Beograd, dhe për këtë arsye Kosova do të jetë një nga temat e pashmangshme, vlerësoi diplomati Zoran Milivojević për Kosova online. Milivojević deklaroi se parimet e konfirmuara në konferencën e parë televizjes së painkuadruara në vitin 1961 po fitojnë përsëri rëndësinë pavarësisht ndryshimeve në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe se ato do të riafirmohen në takimin në Beograd. Serbia me siguri do të përfitojë nga kjo dhe Kosova është një nga temat e pashmangshme, vlerësoi Milivojević. Lëvizja vendeve të painkuadruara humbi një pjesë të rëndësisë së saj pas heqjes së ndarjes së bllokeve të botës të krijuar pas luftës së dytë botërore, por Serbia si pasardhëse e Jugosllavisë, një nga themeluesit e lëvizjes, ende mund të përdor pjesëmarrjen e saj për të realizimin e interesave të saj, vlerësoi analisti politik Nejmedin Spahiu. Përpara takimit në Beograd, i cili do të shënojë 65 vjetore nga konferenca e parë e lëvizjes së painkuadruarve, Spahiu deklaroi se ndërkohë janë shfaqur blloqe të reja, por se lëvizja ende ka një peshë të caktuar politike. Festivali 11 ndërkombëtar i muzikës mesjetare Medimus do të mbahet këtë fundjavë në Prizren, i cili do të mbledh dashamirët e muzikës së vjetër të mjedisit së kishës për shëtimtarit të shenjtë. Si pjesë e festivalit do të mbahet një ekspozitë me fotografi nga 10 vitet e mëparshme të këtij eventi. Ndihmës drejtoresha Azyrës për Kosovë dhe Metohi, Milena Parlić, tha se para se Medimus do të jetë një mundësi për pjesëmarrjen dhe vizitorët ndërkombëtar që të njihen me trashëgiminë e pasur kulturore të Prizrenit, por edhe me problemet me të cilat përballet populli serb në Kosovë çdo ditë. Aleanca ka paraqitur një kallëzim penal në prokurorinë speciale kundër qeverisë teknike të Albin Kurtit për shkak të vendimeve të marra me 12 gusht, të cilat partia pretendon se janë të paligjshme. Deputeti i Aleancës Besnik Tahiri tha se kërkesa u paraqit për shkak të vendimeve jo kushtetuese të asaj qeverie. Ai tha se qeveria teknike nuk u zgjodh me votat në kuvend dhe se sipas tij ligji nuk e lejon asnjë të marrë vendime, si 17 vendimet e miratuara me 12 gusht. Partia Demokratike e Kosovës njoftoi gjithashtu një kallëzim penal për shkak të faktit se Kurti dhe antarët e qeverisë së tij kryen njëkohësisht detyrën e deputetit dhe të ministrave. Ministri i Punëve të Jashtme në mandatin teknik Glauko Njusa tha se lëvizja vetëvendosje tashmë ka emrat e kandidatëve për presidentin e ardhshëm të Kosovës, por se nuk do të shpall ata para takimit me lidhjen demokratike të Kosovës. Konjufsa tha se lëvizja vetëvendosje dhe kryeministri në mandatin teknik Albin Kurti janë të gatshëm për një takim me kryetarin e LDK-s Lumir Abdigjiku, duke pritur që në atë takim të diskutohen emrat konkret të kandidatëve për presidentin e ardhshëm të Kosovës.
Sot është mbajtur rigjykimi i Glauk Kunjufsës në rastin e hedhjes së gazit lotësjells në kuvendin e Kosovës dhe vendimi do të shpallet të premten. Prokuroria kërkoi që Kunjufsa të shpallet fajtor, duke deklaruar se janë paraqitur prova që vërtetojnë se ai ka kryer një vepër penale. Ai u lirua nga aktakuza me vendimin e gjykatës themelore, por gjykata e apelit e rrëzoi atë vendim dhe e ktheu çështjen në një gjykim të ri. Edhe sot Kunjufsa u deklarua i pafajshëm në sallën e gjyqit. Moti nesër në mëngjes do të jetë i kthjellët dhe i freskët në Lugina dhe Rafshina dhe gjatë ditës me diell dhe përsëri shumë i ngrohtë. Temperatura e mëngjesit do të sillet nga 10 deri në 20, kurse ajo maksimale ditore nga 32 deri në 36 gradë Celsius.